Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në Vlorë vijon të jetë një nga destinacionet më të vizituara në qytet gjatë sezonit veror, duke tërhequr turistë vendas, shqiptar nga diaspora dhe vizitor të huaj. Vetëm gjatë muajit korrik, muzeu ka pritur 1961 vizitor. Nga numri total 1215 kanë qenë vizitor shqiptar, përfshirë shqiptar nga diaspora si dhe turist nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ndërkohë, 746 kanë qenë turistë të huaj, kryesisht nga Italia, Franca dhe Holanda. Fluksi vizitorëve ka vijuar dhe gjatë muajit gusht, vetëm në 15 ditët e para të këtij muaji janë regjistruar rreth 1400 vizitorë, duke çuar numrin e përgjithshëm për korrikun dhe gjysmën e parë të gushtit në më shumë se 3300. Sipas specialistës dhe cicerones në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë Florida Bellaj, për shkak të fluksit të lartë është zgjatur dhe orari funksionimit. Gjatë sezonit muzeu ka punuar me 2 fasha orari, paradite dhe pasdite, për t'u përgjigjur numrit të lartë të vizitorëve. Kemi patur diku tek 1400 vizitorë. Ndërsa vizitorët nga vendet e huaj janë kryesisht vizitorë nga Holanda, nga Italia, Franca, Spanja, kanë pak më interes pak më të lartë nga shqiptarët brenda Shqipërisë, por që vinë si nga Maqedonia, si nga Kosova dhe nga Malizi. Në bazë të eksperiencave të viteve më pashme, kemi vërejtur që fluksi vazhdon deri në fillimin, le të themi, mezi muajit shtator. Prandaj dhe vazhdon orari që kemi, që operojmë deri në datën 10 shtator. Gjatë shtatorit pastaj ka dhe një lloj ndryshimi në vizitueshmërinë që vinë vizitorët, llojet e tyre. Përveç se familjeve fillojnë dhe frekuentojnë dhe nga studentët, nga shkollat, të cilat janë të organizuara në grupe, si dhe grupe nga turistët e huaj. Sipas Bellajt, fluksi vizitorëve pritet të vijojë të paktën deri në mesin e muajit shtator. Edhe pas përfundimit të sezonit veror, muzeu pritet të mirëpres grupe të organizuara turistësh, por dhe nxënës nga shkolla të ndryshme. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë mbetet kështu, një nga pikat kryesore të interesit kulturor dhe historik në Vlorë, duke regjistruar këtë sezon një numër të konsiderueshëm vizitorësh vendas dhe të huaj.